Tani, unë do të flasë me Adriatik Lapaj, na i është prej disa ditësh në protest para selisë qeverisë, natyrisht që ka zgjedhur një mënyrë krejt origjinale dhe të paparalajmëruar, si të them, për të ndërmarrë këtë aksion, besoj që është në kuadër të një aksioni politik. Adriatik Lapaj, faleminderit që je në revista MCN, kënaqësi, biseda kishim kohë pa folur, por u pam nga televizioni dhe bulevardi në këtë rast. Gjithmonë kënaqësi të vazhdojmë me këtë. Unë faktikisht kur pash iniciativën tënde, më pyeti një mik i yni i përbashkët, Pano Soko, çfarë mendon, tha, si të duket? I thash më pëlqen. Më pëlqen sepse atë që partitë politike ose forcat ndryshme politike mundohen ta organizojnë, të ngrenë struktura ku dëgjohen degë etj, mund ta bësh vetëm edhe personalisht. Pra, efekti mund të jetë ndoshta edhe më i madh kur je edhe vetëm një person. Kështu në këtë kuptim, solidariteti im është absolut në raport me vendimarrjen që ke bërë. Se ku do arish nuk e di, kjo është histori tjetër, edhe nuk dua as ta paragjykoj, as ta paralajmëroj, dhe kjo është histori që ta shohim. Por aksioni më pëlqeu të përgëzoj. Tani çështja është që të vim pak tek qëllimi. Pse ule para kryeministrisë, ku do arrish dhe çfarë qëllimi ke? Sepse Denis, duam ne, ky tashmë është personifikimi i individit shtet. Pra, Edi Rama ja ka dalë për shumë arsye të arrit të ndërtoj një individ shtet. Ky është kryeministër, është kryetar parlamentit, ky është ministër, është dhënë kryeministër, është ministri i jashtëm, është kryetar bashkie. Ky praktikisht është çdo gjë në këtë vend. Dhe më fal, është dhe avokati i popullit. Është dhe avokati i popullit së fundi, po, absolutisht po. Me këtë drejtim nuk ka kuptim më të flasim për gardë, flasim për demokraci, flasim për konkurrencë, flasim për zgjedhje, flasim për institucione, sepse e gjitha është fasadë e një individi që ka personifikuar gjithë shtetin. Nuk ka institucion sot në Republikën e Shqipërisë që nuk e zotron ky individ. Dhe momenti që më bëri ta vendosja që të dilja, ishte momenti i çastit, ishte momenti që ky njeri mori në sulm gjykatën kushtetuese për vendimin e pezuimit të Belinda Baukut. Unë nuk e di a e ka ky nën kontroll gjykatën kushtetuese, por sulmi i tij e hapur dhe ndaj gjykatës kushtetuese që presupozohet të jetë një organ kushtetues, një organ i niveleve shumë të larta, është praktikisht kapituimi i Republikës. Absolutisht. Është kapituim total i Republikës. Shiko, ta diskutojmë pak. Ngjarje kur politika dhe gjyqësori përballen, ndodhin në çdo vend të botës perëndimore. Ka ndodhur në Itali, ka ndodhur në Gjermani, ka ndodhur në Britani, gjithashtu. Ka raste plot të një konflikti ku njëra palë, si më thënë, përballet me tjetrën deri ku janë limitet. Dhe në këtë kontekst, nga pikpamja e jurisprudencës nuk ka asgjë të re. Nga pikpamja e formalizimit ose mënyrës se si e ka ndërtuar Rama personalizimin e shtetit, ka sa të duash interpretime politike. Pra në këtë kontekst thoja që nuk jemi rast sui generis që politika komenton drejtësinë. Ka ndodhur kjo gjërësisht. Ka një, mund të ndërhyj? Po, patjetër. Ka një moment shumë të rëndësishëm që duhet ta tekstojmë. Deri para pak kohe, politika në Shqipëri ka dominuar drejtësinë, absolutisht në çdo dimension. Praktikisht prokurorët nuk guxonin t'i merrin në telefon deputetët, jo më ministrat edhe për t'i thirrë për t'i pyetur. Kjo është e vërteta e madhe. Ne me reformën drejtësi, të paktën me këtë pjesën e segmentit që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e patën fokus kryesor, që është gjykata e posaçme, prokuroria e posaçme, deri diku po jepen shenja jete, po jepen sinjale që po ka një dëshirë për ta luftuar pa ndëshkueshmërinë. Dhe ky është ndryshimi i madh me vendet e tjera, sepse vendet e tjera e kanë drejtësinë, e kanë të ngritur në një pjesë shumë të madhe dhe përballja e pushteteve është një përballje reale, është një përballje mes forcave që kanë fuqi ta përballojnë njëra tjetrën. Dhe drejtësia ka fuqi ta përballojë pushtetin ekzekutiv në një përplasje reale. Në Shqipëri ne kemi pas një pushtet ekzekutiv
të mbi pushtetshëm që e ka nënshtruar drejtsinë deri para pak kohe. Ose është vetë nënshtruar drejtësia, se është dhe ky rasti që është vetë nënshtruar drejtësia. Ose, dërsa tani më që ne po kemi shenja jete që mund të ndërtojmë një kulturë të re të luftës ndaj pandëshkueshmërisë. Këta po duan dhe këtë ta vrasin, po duan dhe këtë ta shbëjnë. Ai po mundohet të vendos limite dhe ky është momenti kritik që nuk mund të lejohet. Eksakt, por kemi një precedent shumë të fortë që gjykata kushtetuese i theu Turinjt, nëse mund ta themi me këtë simbolik, Edi Ramës me vendimin ndaj Erion Veliajt. Pra shkarkimi i Erion Veliajt në atë mënyrë se si u bë, ishte antikushtetues. Përtej faktit se kush është Erion Veliaj dhe çfarë ka bërë Erion Veliaj me historinë e vet, kjo është çështje tjetër me drejtsinë. Por nga pikpamja kushtetuese, gjykata kushtetuese i tha stop. Pra gjykata kushtetuese, nëse vjen rasti, pra ne kemi precedentin dhe duhet të ecim mbi bazën e precedentit. Gjykata kushtetuese do t'i thotë stop nëse gjykon që është për t'i thënë stop, qoftë ky dhe Edi Rama apo ky njeriu i plot pushtetshëm në Shqipëri, mendoj unë. Eksaktësisht, ne duhet të shoqëri të vendosemi në anën e atij pushteti që deri tani ka qenë më i dobët, por që është shumë i rëndësishëm për të balancuar shtetin shqiptar, për ta vendosur në shina. Po them, është një koncept që po fillon të rritet, drejtësia po fillon të jap shenja jete në dimensionin e saj në raport me politikën e madhe, dhe ne nuk mund ta lejojmë që këta ta godasin në këtë pikë. Dhe ky ka qenë momenti që më bëri të dilja. Ki parasysh që ne momentalisht nuk jemi para një procesi zgjedhor. A mos je parakohshmërisht në shpenzim energjish në këtë iniciativë që ke ndërmarrë, e para, e dyta? Juve keni thënë që nuk dini aty si një përfaqësues i një force politike. Madje përtej kësaj keni bërë thirrje që të bashkohen demokrat, socialist, njerëz pa bindje politike të ndryshme dhe të përcaktuara. Në fakt, mos keni dalë për një moment nga politika dhe po kërkoni të rihyni përsëri në një mënyrë tjetër, apo jam gabim? Jo. Shiko, Denis, në shtetin që Edi Rama ka krijuar, gara është iluzion. Sepse Edi Rama, përmes mbi pushtetit që ka marrë, siç e pat ministria me një mesazh në telefon, kalonte në drejtim të paditur mbi 50 milionë euro. Ndërkohë, një drejtor i autoritetit rrugor kalonte 100 milionë euro. Ndërkohë, 400 milionë euro të inceneratorëve nuk dihet nga po shkojnë, por inceneratorët nuk gjenden. Me kaq shumë para që këta vjedhin në përditshmërinë e ekzistencës së shtetit tonë, ta janë të aftë të blejnë një pjesë të madhe të medias, një pjesë të madhe të analistëve për t'i bërë shplarje truri njerëzve në mbrëmje dhe për t'u thënë se sa e mirë është kjo qeveri dhe se sa gabime kanë njerëzit që mendojnë që duhet kenë ujë të kesh shtëpia, për të blerë një pjesë të elektoratit që është i vuajtur, i pamundur dhe në fund fare se don duke e shitur votën. Dhe në këtë drejtim, ky njeri duhet ndalur. A mund ta ndalë një lëvizje e re këtë njeri drejt për drejt në një sistem elektoral të tillë? Jo, asnjë për lëvizje. A mund ta ndalë Partia Demokratike këtë njeri? Jo, në asnjë rast nuk e ndal dot. Asnjë prej partive politike sot nuk ka kapacitetin për ta ndalur këtë mbi pushtet të pikop elektoral i cili ka ndërtuar një sistem të tërë për ta deformuar vullnetin. E vetmja mënyrë për ta çuar vendin në drejtimin e dur dhe në shina është që qytetari të dalë në qytet dhe qytetari të mos kthehet më në shtëpi pa e çuar Edi Ramën në shtëpi jashtë dyrave të këtij institucioni. Nëse nuk ndodh kjo, jeni të bindur që askush nuk e realizon dot. Juve thoni që qytetari duhet dalë dhe kjo nuk është thirrja e parë që i bëhet qytetarëve që dalin, të cilët në fakt nuk po dalin. Tani, unë e kuptoj... Jo, ja një moment. Unë e kuptoj që Partisë Demokratike i ka sosur edhe ajo pak moral politik që mund të kishin edhe t'i nxjerrë njerëzit aty, sepse e kanë shpërdoruar besimin e njerëzve, të cilët kanë dalë jo pak herë kur Partia Demokratike i ka ftuar të protestojnë ose të revoltohen kundër keqeverisjes. Por Partia Demokratike njëkohësisht i ka zhgënjur ata, siç ishte edhe rasti i avokatit popullit, ku besoj që ishte një kompromis i dy palëve për të arritur tek
kandidatura e Endri Shabanit që për koincidencë përkon edhe me bashkëpunëtorin tuaj të afërt në zgjedhje. Pra, mënyra se si Rama zgjedh ta mbaj pushtetin nuk është gjithnjë autoritare, por herë është edhe tinzare. Dhe tinzarllëku në politik nuk është diçka e palejuar, por nuk është diçka e ndershme. Kështu që në këtë kontekst, nëse Rama gjen instrumentet e duhura për të përdorur për interesin e vetë politik, kjo është merit e tij. Juve duhet gjeni instrumentat se si duhet të neutralizoni Ramën ose të zhbëni skemat që Rama përdor për mbi fuqizimin e pushtetit tij. A i keni gjetur dot ato përveç faktit që po proteston sot? Denis, të sqarojmë disa gjëra. Që Edi Rama për i avokat popullit Xhixh Merimangën, para se të shkonte te Xhixh Merimanga, sigurisht që ka trokitur te dera e atij, i cili ishte drejtuesi i lëvizjes Shqipëria Bëhet, që ishte forca e tretë politike në vend. Më fal, Xhixh Merimanga është Endri Shabani në këtë rast, që të jemi të qartë? Avokati i ri i popullit, quhet emrin që unë i njoh, që sot e tutje është Xhixh Merimanga. Okej. Sepse e mbani më në fushat që briste me një Merimang në përduar dhe me një gërshër? Po? Se tani e kujtova. Dhe thoshte që këmbët e Merimangës që janë ndërthurur e kanë krijuar rrjetën ku këta mbajnë peng sistemin e nuk na lënë të garojmë me radhë. Besoj e mbani më dhe i priste ato këmbët. Po ndoshta ka shkuar për t'i prerë aty ku është, te avokati i popullit. Xhixh Merimanga, Xhixha. Xhixh Merimanga është fjala për xhixhat për parat. Okej, tani e zbërtheva të gjithë fabulën. E the ti unë thash që Xhixh Merimanga. Ose bëre gishtat, apo të ngjitën gishtat në këtë rast. Po më është bërë. Më lëvizi që kam 4 ditë në të ftohtë, domethënë. Okej, në rregull. Pas ka qenë keq kuptimi im, dakor, në rregull. Okej, vazhdoj me simbolikën. Kështu që po të thosha, Edi Rama përpara se të shkonte te ai që për i avokat populli me porosi, erdhi te dera ime i Adriatik, përfaqësues i lëvizjes Shqipëria Bëhet, dhe me të dërguarit e vet bëri ofertat përkatëse që ne të bëshim palë në qeveri, po sigurisht ne i refuzuam me vendosmëri, me dinjitet, sepse ne nuk hym në këtë histori për të kapur në një hokën pushteti apo në një rrogë në një zyrë shteti. Ne hym për idealin për ta ndryshuar Shqipërinë, për të dhënë sa të mundim që ky vend të bëhet më i mirë dhe kur nuk të prisim në besë ata qytetarë që besuan te kauza jonë. Dhe ndaj jemi dhe sot në shesh, dhe ndaj jam dhe sot në shesh, dhe ndaj vazhdoj këtë betejë pa u ndalur për te trafikisë, për te padrejtësisë, për te modelit të ndyrë që Edi Rama mundohet në çdo sekondë jetës të tij të promovoj. Çfarë ka dash të bëj Edi Rama dhe Sali Berisha, se janë bashkë në këtë gjë, duke bërë avokat popullit Xhixh Merimangën. Ta thuan që të çojnë çdo të riu mesazhin që në këtë vend nuk bën dot përpara, nuk bën dot karrierë, nuk ngjitesh dot sipër, nëse nuk u serviloshtesh, nëse nuk u nënshtrohesh, nëse nuk u lëpihesh këtyre dhe kryesisht mbretit të pashpahur Edi Rama. Dhe së dyti, Edi Rama synon të demoralizojë çdo qytetar duke i thënë se gjithë kanë një çmim në këtë vend. Tani, ndërsa po bisedojmë së bashku, shoh njerëz të cilët kalojnë pas teje, natyrisht ata vështrojnë me një lloj mini kurreshtie momentale dhe ecin, vazhdojnë rrugtimin e tyre, askush nuk dalon. Pyetja ime është jo për ta, se ti nuk mund të dish pse ata nuk dalojnë, po pyetja ime është sa do vazhdoj kështu protesta kur ndërkohë interesi i njerëzve dhe rastësor aty duket se është i ulët. Jo, njerëzit ndalojnë një pjesë, jo të gjithë, ndalojnë, ulen, vinë, flasin, është protestë në bazë. Nuk dua të demotivoj ty, në këtë rast, nuk demotivoj qëllimin tënd. Më demotivon fare mua se unë këto komplekset me protestat i kam të hequra, se kam u heq protesta nga 5 veta deri në 10 mijëra njerëz, edhe ky është pak publik. E kisha në kontekst tjetër. Formati që kam zgjedh është i tillë që tekstin e vëtë individi. Pra, nëse ai që ishte përmbytur toka, si fermer, gjykon që mos shpallja gjendjes fatkeqësisë natyrore nga kjo qeveri,
i ka shkaktuar dëm dhe pa drejtësia i shbër, ai duhet dalë në shesh dhe të arsyetoj këtë qeveri. Kishe bëjnë fermerët grek. Dakor, Nëse ai dakor. blektori që në verë, dale, nëse ai blektori që në verë ju doq bagtia se avionët nuk ishin tenderuar nga qeveria në fjalë dhe nuk ka marrë dëm shpërblimet, ai duhet dalë në shesh. Nëse këta që kanë lokale në Tiranë, që janë mira, që ju prishën ato shtesat që i kishin me leje, shohin që Gjitonit nuk ish prishur, dhe është patronazhist i partisë, ai duhet dalë në shesh. Nëse ai që i vritet fëmija, apo nesër mund i vritet fëmija, nuk është dakord me këtë që ndodh, me pasigurin që ka jeta këtu, duhet dalë në shesh, se vetëm sot në Shkodër ka ndodhur sërish një incident tjetër me të rinj. Pra, të gjitha këto shtresa shoqërore, fut këtu edhe ata që u vidhen lumej në fshatrat ndryshme, fut këtu ata që u vidhen pronat, duhet jenë në shesh. Nuk e ndryshon do të këtë histori në një forte jashtëzakonshme dhe nuk ka përndryshuar asnjëherë nëse njerëzit nuk kuptojnë që ata duhet të angazhohen vetë për të dalë secili për interesin e vet. Sigurisht që për çdo flak, për çdo zjat, shkas bëhet një shkëndi dhe gjithmonë ka një shkëndi që bëhet shkaku i zjarrit. Po njerëzit duhet të kuptojnë momentin dhe duhet të dalin për veten e tyre. Nuk më the sa kohë a ka një afat kjo lloj proteste që ke ndërmarr apo do vazhdoj pa afat, pra nuk ka një limit. Ka dy afate. Afati i parë është nëse njerëzit dalin masivisht dhe hyjnë në shtëpi duke detyruar të japë dorëheqjen, siç bën bullgarët. Po? Se ne na pëlqen kur e bëjnë bullgarët, ta shohim dhe themi e pse e bën bullgarët. Por bullgarët dolën nga shtëpia. Bullgarët dolën kërkuan rrëzimin e qeverisë, dorëheqjen. Duhet ta bëjmë ne, nuk mund të kënaqemi vetëm me bullgarët. Se na pëlqen ne të shohim fermerët grek që bllokojnë autostradat, po ne rrim ke shtëpia, duhet dalim që të bllokojmë rrugët dhe ne për të kërkuar demokratizimin e vendit. Në këtë drejtim, nëse njerëzit dalin dhe ky ikën ke shtëpia, protesta mbaron atëherë kur ikën ky ke shtëpia. Nëse njerëzit nuk dalin, unë, Dorina, Etona, Emerad, Andi, që janë këtu pjemë, që janë bashkuar, Eligerti, do të rrim këtu aq sa të na mbajnë limitet biologjike. Qartë. Sa të na mbaj fuqia, po pastaj do ta lëm. Okej. Nuk po ju them me krah leta se nuk do të duket morale dhe etike, se do duket si ironike, por ju shpreh mbështetjen dhe qofshim me forca të shumta për ta mbajtur gjallë këtë protestë, edhe pse akoma fermerët nuk po dëgjojnë, akoma studentët nuk po shohin, akoma edhe shtresat e tjera të shoqërisë nuk po ndjesojnë, pra nuk kanë ndjesi. E rëndësishme është që demokracia zhvillohet edhe në këtë formë, edhe me një person, edhe me një karige diku përballë një institucioni që ka gjithë fuqinë e vendit, sikurse është selia e qeverisë. Faleminderit Adriatik Lapaj, ndoshta do të jemi sërish në lidhje të tjera.